Ja si e kalova unë 1 nga 3 ditët e mia pushim. Që u shtofshin inshallah. Në mëngjes na doli pak jashtë kontrollit se dola për një kafe dhe përfundova duke u kthyer në shtëpinë orën 2. Duke qenë se koha sot ashtu si gjithë këto ditë që kanë kaluar ishte me diell. Do hap pak dritare dhe do bëj ndonjë gjë kështu me Terezi. Fillova duke ndruar këto mbulesa. Ne avash po afron sezoni që ti heqim këto organe. Po akoma nuk e di me çfarë do mbulohen, për me një gjë që as të mos mbaj vap, po as të mos bëj të ndihesh ftohtë. Kështu që të gjendur në këto kushte jeni të lutur të jepni sugjerime. Çfarë filloni mbuloni tani që ngrohet koha që të ndjeni rehat kur të flini. Tani që thoni ju këtë fundjavë isha për herë të parë në Selanik me makinë dhe ka 2 ditë nuk më pushon koka Aisha. Jo se pyeti njëri, po me që jemi tanë këtu thash ta. Kur kisha dalë kisha vënë një lavatriçe dhe kisha harruar që e kisha vënë dhe thjesht kur gjej zilën që ra dhe i ndëra rrobën. Ko për të ngrënë hapa frigoriferin dhe u stajova me çfarë kisha. Tani në pamje të parë ky mund të duket si një vakt i trisht. Dhe është, nuk është se s'është. Po është shumë i shishëm, mua më pëlqen shumë e bëj sa herë nuk kam kohë. Tani unë këtë kisha bërë në plan që ta bëja dhe ta haja pasi të kthehesha nga palestra, po më mori uria para, kështu që nga para dhe patëm një ndryshim plani në moment të fundit. Tani duhet të dëgjoj nga ju kush është një vakt i juaj i preferuar që e bëni shumë shpejt, po ju shijon shumë. Tani pasi ngra thash ti laj henët që tani se pastaj më vonë do harroj, do përtoj edhe do ngelen aktu. Kështu që ashtu bëm dhe u lëshuam për në palestër. Në këtë pikë të videos ndjej të nevojshme t'ju rikujtoj që të mos harroni dhe të bëni follow, sepse veten tuaj tregoni në fund të ditës. Faleminderit që patë video deri në fund. Ciao.